Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është kënaqësi e pashoq që të gjesh këtu në mes të Shteteve të Bashkuara, këtu në Michigan dhe pikërisht në Michigan dhe në qytetin e Westlandës, produktet shqiptare, produkte të cilat na vinë me aromën e vendlindjes. Është Bledi i cili ka hapur dyqanin e tij me produkte shqiptare si askush tjetër Euromarket. Këtu ka produkte nga gjithë Shqipëria, që vinë që nga ulliri, vaj i ullirit, djathrat, kafeja, produkte të tilla si fasulet të tjera, ëmbëlsira të ndryshme të produkteve shqiptare që importohen nga ky dyqan. Sot me Bledin ne do të ndalim pikërisht te produktet që ai ka sjellë dhe synimin që ka për dyqanin e tij Euromarket. Bledi, mirë se erdhët në ekranin tonë, përshëndetje, mirë se erdha dhe unë në dyqanin tuaj, kam kënaqësi të jem në një dyqan me produkte shumicën shqiptare, nuk e gjen asnjë kund tjetër në Michigan. Cilat janë produktet dhe si nisi udha e këtij dyqani? Në radhë parë faleminderit që më se ardhin për suportin që jepni biznesit tonë. Dëshira është e hershme, sepse unë kam punuar në Shqipëri 21 vjet me prodhimet e Bulmetit, në qytetin e Vlorës kanë qenë, me fjalë, kemi qenë lider në një farë mënyre. Kjo ishte dëshira e babait tim, nuk jeton më. Ky market nuk përbëhet vetëm nga Bledi, përbëhet nga shumë persona, me fjalë që nga ekipi, nga punëtorët, nga kolegu tim, nga familja ime, nga familja e kolegu tim. Gjithçka, me fjalë, ne kemi hapur me dëshirën që këtu të jetë jo vetëm biznes, po të jetë tradit për familjet tona, për fëmijët tanë, për brezat që ne lëmë mbrapa. A mund t'i thoni emrin tuaj dhe të kolegut tuaj? Po, Bledar Loshi dhe Stilian Jazja. Jemi më fjalë dy ortak që krijuar këtë ide. Jo, këtë ide dhe këtë dyqan që vjen erë Shqipëria në kuptimin më të mirë të fjalës, që nga produktet, që nga djathrat, që nga edhe klientët, klientët na dëgjojnë edhe kthehen drejt nesh, sepse është një dyqan që hap mundësi për të gjithë të tjerët dhe për ne të gjithë që të kemi shijet e Shqipërisë. Ju më thatë që importoni nga Shqipëria me frigorifer, me kontenier, produkte shqiptare që prodhohen në vendin tonë. Mund na i paraqisni ata produkte gjatë kësaj interviste? Po, më së vërtet. Mund të ta nisim me vajin e ullirit. Urthon. Që është ky paketim. Është 100% vaj ulliri, certifikuar nga FDA, certifikuar nga organet përkatëse, dhe kjo është një prodhim i Halb Global. Sepse dhe Euromarket është pjesë e Halb Global, që synon që të jetë në treg në këtu në Michigan me cilësinë, me koreksi, me shërbim, me gjithçka pranë familjeve shqiptare. Pra një extra virgin, vaj ulliri i Mirfield organik që vjen drejt për drejt nga Shqipëria edhe nga trevat e Mallakasës. Shquhen për vlerat që ka originalet produkteve, okay. 100% organik. Përveç këtij vaj, unë shoh këtu vaj dërmiu. Po, se synimi jonë është që ne të përshtatim të tëra trevave shqiptare, të tërë klientëve. Kemi vaj dërmiu, kemi një pjesë që është vaj grek, sesi, kemi vaj berati, borshi, vaj berati, e kemi të tëra. Mundohemi që të përshtatim në çdo tavolinë, në çdo komunitet, nga çdo qytet i Shqipërisë. Gjithmonë me cilësi, Ju madje më thatë që edhe keni edhe krip prej jonit apo prej Adriatikut? Nga tëra krapike. Mund të shikoni, janë me fjalë, mundohemi që në trezat tona të jenë produkt shqiptar. Importimi i mallarve ushqimore si vaj është më i lehtë nga rruga e importimit. Megjithatë, unë shoh këtu djathrat, edhe djathrat është disi më e vështirë importimi pasi do duhet të ruhen në kontenier frigoriferik.
Kë janë produkte mishit të salamit, që janë me shijen shqiptare. Kemi salamin turist, kemi salqicet e viçit, kemi sunxhu Kosove, kemi pastërma që vinë nga trevat e Korçës, që shquhen. Kemi bulmet, kemi me fjalë që është djathi që ne importojmë, është djath dhije i Këlsyrës, kualitet shumë i lartë, me fjalë tradicionale shqiptare. Edhe po shoh djath Gjirofarme, kemi erzeni, kemi gjiz erzeni, kemi nga Boboshtica, kemi nga Libova, kemi nga Saranda. Butrindi shoh këtu? Po, Butrindi, Boboshtica, kemi djathin erzeni, që edhe erzeni është lider në tregun shqiptar. Kemi kaçkavall. Po kaçkavallet nga cila zonë janë? Zona e Përmetit. Zona e Përmetit. Këlsyra. Këlsyra. Kemi dhe nga ana e Shkodrës, kemi dhe nga Gjirofarma. Pra, unë shoh që ti ke mbledh të mirën e më të mirës të shijes shqiptare në këtë mes. Kjo vjen saj dëshirës që kemi për traditën shqiptare, edhe saj eksperiencës që unë kam krijuar 20 vjet në Shqipëri. Po, ka saj shoh dhe produkte tjera. Kemi ujin e glinës, është tradicionale për tavolina shqiptare. Kemi terapiet me ivit, me komplet. Bravo, çdo gjë vjen me fjalën çash ofrohet në tregu shqiptar, ne i ofrojmë në tregtu në Amerikë, në Westland, dhe është gjë mjaft pozitive. Atë aromën e gjellës gjyshes nuk duhet të harrojmë, dhe ajo na e sjell këtë. Ajo është dëshira, që të lëmë një pasuri brezave traditën, kulturën shqiptare. E kështu këtu arancata, limonata, ivi çdo pije tashmë. Kemi ullin që vjen nga zonat e Beratit. Ja, ulli Beratin nga Vanoz, thoshin një kur. Kemi ulli Kalinjot, që vjen nga Mallakasa, që është cilësi maksimale. Kemi pasaj prodhimet e brumit. Më tregojnë produktet e brumit? Kemi me petkat tradicionale shqiptare. Kemi rosnicën. Janë të tëra pasaj makaronat, jufkat. Kemi tranan, kjo është tradicionale për familjet tona. Të tëra sheqerat, orizi, që vjen nga fabriket të hutës Durrës, që është lider në tregun shqiptar. Cilësia është maksimale. Maksimale.